Rikthehemi tani. Me dorë në zemër. Me dorë në zemër, ndjej se rikthehesh brenda teje. Rikthen vëmendjen në zemrën tënde. Vendos një qëllim sonte për të shkuar thellë në zemër. Është një dritë brenda teje. Një dritë në zemrën tënde. Dhe bëj tapping në zemër. Ndjeje zemrën si hapet, aktivizohet. Ndjeje zemrën si fillon të hapet. Prano me dëshuri, sa më thellë që futesh. Prano thellë çdo aspekt të vetes tënde. Në këtë moment po ndjen dashuri për veten. Në këtë moment po ndjen vlerësim për veten. Në këtë moment po lidhesh me fuqinë e madhe të shpirtit tënd. Po bëjmë tapping në zemër. Dhe ndjej zemrën tënde. Ndjej kraharorin tënd si fillon të zgjarohet. Lëshoj gjithçka. Gjithçka ka ndodhur për ty. Gjithçka ka ndodhur për ty. Të rikthej në zemër. Gjithçka është për ty. Gjithçka është për ty. Nuk ka faj, nuk ka gabim. Ndjej thellë në zemrën tënde. Atëherë jemi gati. Jemi gati, nisi meditimin. Sonte do lidhemi thellë me zemrën. Do manifestojmë nga një pozicion shumë i fuqishëm. Atëherë nisim. Bëja gati këtë letrën. Po e mbyll kamerën. Dhe do dëgjoni vetëm tani zërin tim. Ju puth. Mbylli syt. Mbylli syt dhe merr frymë thellë. Merë frymë thellë me bark. Mbaj një moment. Dhe liro. Liroje frymën krejt. Dhe një valë relaksimi në gjithë trupin tënd. Vazhdo të marrësh frymë ngadalë, brenda dhe jashtë, me ritmin tënd. Relakso në zemrën tënde, futu thellë dhe më thellë. Lësho në të, shkriu në të. Lësho në zemrën tënde. Mbaje fokusin aty. Imagjino se me çdo frymëmarrje futesh edhe më thellë në zemër.
me çdo frymë që merr, lëshohesh, relaksohesh, edhe më thellë në zemrën tënde. Dhe kujto nga zemra jote, kujto një moment që ke qenë në një vend të bukur në këtë tokë, që ke parë një peizazh të mrekullueshëm, dhe je ndjeri mahnitur, je ndjeri mrekulluar nga ky peizazh. Kujto një peizazh nga toka dhe ndjej dashuri. Ndjej dashuri për këtë tokë. Sa bukuri që ka kjo tokë. Mal, fusha, lumenj, dete. Sa mrekulli që ka. Sa pamje mahnitëse që ka natyra në këtë tokë. Kujto një pamje mahnitëse. Kujto si e ndjerë dhe ndjej falenderim. Ndjej dashuri për këtë tokë. Kjo tokë të ka dhënë gjithçka që ke. Kjo tokë na jep gjithçka që ka. Ka dashuri për ty. Gjithmonë ka patur. Që kur ke lindur, gjithmonë ka patur dashuri për ty. Ndjej në zemrën tënde dashuri për tokën dhe imagjino se e fut në një sferë të dashuri. Dhe imagjinoj këtë sferë si kur shkon thellë në thellësi të tokës. Dhe toka e ndjen dashurin tënde. Toka e ndjen dashurin tënde. Dhe tani është toka që të dërgon dashuri. Është toka që të dërgon shumë dashuri. Ndjej një val energjie nga toka, si ngjitet lart në trupin tënd. Një val energjie, një val dashurie nga toka ndjeje si ngjitet lart në trupin tënd. Val dashurie vin nga toka. Ndjeje dashurin që kjo tokë ka për ty. Ndjeje këtë energji si ngjitet nga këmbët, pulpat, kopshët, barku dhe shkon drejtë në zemrën tënde. Ndjeje zemrën si mbushet me dashurinë e tokës. Është shërim, është rigjenerim. Është një energji e madhe brenda teje në zemër. Shijoj. Dhe ndjej tani një moment lidhjen tënde me qiellin. Kujto një çast qiellin me yje. Kur ke parë lart qiellin, yjet që shkëlqejnë, apo diellin, rrezet e tij që ngrojnë. Qiellin blu. Dhe i mahnitur. I mahnitur nga pafundësia e qiellit. Apo ke shijuar rrezet e ngrohta të diellit. Ndjej dashuri për gjithë krijimin. Ndjej dashuri në zemrën tënde për qiellin, për universin, për krejt krijimin. Vendose këtë dashuri në një sferë dhe imagjino se e ngre lart, sfera shkon lart në qiell. Dhe universi e pranon dashurinë tënde. Universi ka shumë dashuri për ty gjithashtu.
të ka dhënë gjithçka që ka. Dhe të dërgon shumë dashuri. Ndjeje dashurin. Ndjeje tani dashurin që qielli, krijimi ka për ty. Dhe imagjino këtë dashuri që vjen nga lart. Imagjinoje këtë dashuri që vjen nga lart. Val, nga lart vinë në trupin tënd. Val dashuri. Vinë në trupin tënd. Nga lart, nga qielli zbresin val, një energji e madhe, plot dashuri pa kushte, vjen nga lart, nga qielli në trupin tënd. Zbret e koka, qafa, shkon drejtë në zemër. Dhe zemra jote mbushet plot energji, dashuri nga krijimi. Ka dashuri në zemër tani. Energji të madhe nga toka dhe nga qielli. Shijoj. Edhe imagjino një dritë që shkëlqen në zemrën tënde. Është këndia e shpirtit tënd. Është drita jote. Ndjeje këtë dritë, këtë shkëndi në zemër, si shtohet gjithmonë më shumë. Është shkëndia e shpirtit tënd. Është fuqia jote. Fuqia e zemrës tënd. Një dritë që përhapet për te i zemrës, për te i trupit, për te i dhomës. Një dritë që përhapet në gjithë krijimin, në gjithë universi. Ti je një diell që shkëlqen. A tani do shkoj më thellë në zemrën tonë. Edhe më thellë. Le të fillojmë procesin e lëshimit në zemër. Imagjinoje vetë se je sipër kokës, në majën e kokës. Dhe mund të ndjesh aty vorteksin e madh të energjisë që del nga maja e kokës dhe përhapet në gjithë trupin tënd. Po ti qëndro aty, lart në majën e kokës. Dhe imagjinoje veten. Mund të imagjinosh veten si një gjethe që lëshohet nga pema. Dhe lëshohu thellë brenda te, imagjino si një gjethe që bie. Dhe lëshohu në qendër të vorteksit nga maja e kokës. Futu thellë brenda te koka. Lëshohu te qafa. Lëshohu thellë. Dhe nga qafa shikoje zemrën tani. Shikoj një vorteks tjetër më të vogël që del nga zemra. Dhe shiko ka një hapje aty. Lëshohu sërish si një gjethe që lëshohet nga pema. Dhe futu thellë në zemër nga qafa, lëshohu. Futu thellë në zemër nga ajo hapje që ndodhet e vorteksti i zemrës. Futu thellë në zemër. Lëshohu, futu thellë në zemër, tani je në zemër. Tani je thellë në zemrën tënde. Dhe shiko. Çfarë ka aty? Çfarë ka aty? Është një parajs në zemrën tënde, është një hapësirë infinite, një hapësirë që duket si parajs. Mund të shikosh edhe ujë aty. Ndoshta në fillim është errësirë, po nga dalë, thuaj le të bëhet dritë.
Dhe nga dal, filloj imagjino dhe vizualizo sa aty në zemër ka ujë, është një liqen, është një lëndin, janë disa pemë, lule, zoq, fillon të shfaqen rreth e rrotull te një kopësht i mrekullueshëm, duke si parajs aty në zemrën tënde. Shijoj tingujt, aromat, lulet shumë ngjyrshë. Një kopër si parajs në zemrën tënde. Shijoj. Është parajs e zemrës tënde. Por i lidhesh sërish me ta. Po ndjesh gjithmonë më i qetë, në paqe, relaksuar. Po ndjesh i sigur dhe i mbrojtur. Po ndjesh gjithmonë më falënderues. Shiko tani se si shfaqet aty një pergamen. Shfaqet një pergamen, një shkrim i lashtë. Aty shkruhet dhurata jote. Aty shkruhet dhuntia jote. Po të tregohet tani. Dhe ndoshta shkrimin mund ta kuptosh ose jo. Mund të vijë kjo njohuri në formën e një dijeje, që tani në çast ose edhe më vonë është okej. Mjafton që tani ti ke akses të dhurata jote. Tani ti ke akses të dhurata jote. Falendero. Falendero. Dhe do drejtohemi tani në një vend edhe më të thellë në zemrën tonë. Do drejtohemi në një vend edhe më të thellë në zemrën tonë. Ku është lidhja? Është lidhja me fushën kuantike, me burimin. Lidhja me veten tonë të vërtet. Në atë vend ku është vibracioni jon unik. Shikoj një derë. Në këtë vend në zemër shikoj një derë. Për te asaj derë është ai vend në zemër. Është ajo hapësirë infinite e mundësive të pafundme. Drejtohet ajo derë, fillo të ecësh. Nga 5 në 1 ec, 5, 4, afro gjithmonë më shumë, 3, afro gjithmonë më shumë, 2, ndjej se afër me këtë derë, 1, ndjej energji si shtohet, dhe hape derën dhe futu brënda. Futu brënda tani, je në këtë hapësirë infinite, në një hapësirë pa fund, me një energji të lartë. Këtu në këtë hapësirë është një energji e madhe. Ka një energji të madhe në këtë hapësirë, ndjeje vibracionin. Ka një energji të madhe në këtë hapësirë. Frekuenca harmonike, frekuenca krijimi, frekuenca mrekullie. Është vendi frekuencave. Lësho në të, futu thellë në të. Kjo është hapësira jote në zemër, infinite. Këtu je vetëm ti, ndërgjegje pastër, për te kohës, për te hapësirës. Këtu është lidhja jote me mundësit infinite, me burimin e gjithë ekzistencës. Lësho
në këtë energji të madhe. Ndjej një energji të madhe rreth e rrotull teje dhe brenda teje është burimi. Ndjej lidhjen tënde me burimin. Ndjej lidhjen tënde me burimin. Një dashuri e madhe pa kusht rreth e rrotull teje të përqafon. Lësho në përqafimin e kësaj dashurie. Lësho në krah të dashurisë pa kusht. Ndjeje si të pranon me dashuri. Të fal, të do, të pranon. Ti je i falur, ti je i dashur, ti je i pranuar. Shijoj. Dhe në këtë hapësirë ndjeje vibrimin. Ndjej vibrimin në krejt hapësirën. Ndjeje vibracionin në krejt hapësirën. Është vibracioni jot unik. Është vibracioni jot unik. Cili është vibracioni jot unik? Ndjeje. Krejt fusha po vibron në mrekulli. Krejt fusha po vibron në vibracionin e shpirtit tënd, të dhuratës tënd, të esencës tënd. Krejt fusha po vibron. Është simfonia e shpirtit tënd. Është vibracioni i jetës tënde më të bukur. Vibracioni i dhuratës tënde, i potencialit tënd më të lartë. Ky është vibracioni i jetës tënde më të bukur, i krijimit më të lartë. Dhe lejoje këtë vibracion tani. Imagjinoje se ky vibracion, imagjinoje si dritë. Imagjinoje si dritë që depërton në trupin tënd. Si xixëllonja depërton në trupin tënd, në çdo qelizë dhe aktivizon ADN-n. Aktivizohet ADN-ja. Kodet të fshehura të ADN-s aktivizohen. Aktivizohet dhurata jote. Aktivizohet potenciali jot, aktivizohet mrekullia brenda teje. Aktivizohet brenda teje mundësia të shohësh mrekulli. Mundësia të përjetosh mrekulli. Mundësia të tërheqësh dhe të krijosh mrekulli. Aktivizohet në çdo qelizë të trupit tënd. Ky vibracion po aktivizon ADN-n tënd. Ndjeje, krejt trupi po vibron. Krejt trupi po vibron. Ndjeje pulsimin në krejt qelizat e tua. Po aktivizohet ADN-ja, po aktivizohet. Dhurata po aktivizohet. Aftësia të përjetosh dhe të shohësh mrekulli aktivizohet. Dhe imagjino tani. Imagjino një film. Imagjino, shikoje si një film jetën tënde të re. Jetën tënde të re, jetën e ëndrave. Imagjino se je aty. Po jeton aty. Po jeton në botën e ëndrave. Po jeton aty, ndjeje, shijoje, përjetoje me çdo qelizë të trupit tënd. ADN-ja është aktivizuar. Si ndihesh aty? Ndjeje pulsimin në çdo qelizë të trupit tënd. Pulson në falënderim. Trupi po pulson në falënderim. Në jetën tënde të re. Aty ku manifestimi ka ndodhur, po e shikon tani, po e shikon si një film. Një film me ngjyra të gjalla. Me tinguj, me aroma. Gjithçka është në lëvizje. Çfarë po ndodh aty?
Në këtë vend ti po përjeton mrekulli. Në këtë vend ti po përjeton mrekullin që aktivizove në ADN-n tënde. Në këtë film ti po përjeton dhuratën tënde. Po përjeton potencialin tënd të plot. Ndjej, si ndihesh. Si ndihesh, do ndihesh të jetoj potencialin e plot, dhuratën tënde. Si ndihesh të përjetosh çdo ditë mrekulli. Si ndihesh të surprizohesh nga jeta me dhurata çdo ditë jetës tënde, si ndihesh, ndjeje në zemër. Je falenderues në zemër. Ti je falenderues në zemrën tënde. Shijoj. Je falenderues në zemrën tënde, imagjino të përjetosh mrekulli çdo ditë jetës tënde. Ka falenderim në zemër, ndjeje. Dhe lësho një val nga zemra në mendje, ka falenderim në mendje. Ka falenderim në zemër dhe në mendje. Po jeton potencialin tënd të plot. Po jeton dhuratën tënde. Përhape këtë falenderim në trupin tënd. ADN-ja është aktivizuar. Çdo qelizë e trupit po pulson në falenderim. Po pulson në falenderim, shijoj. Shijoj. Po pulson në falenderim. Je në jetën tënde të ëndrave. Shijoj në trupin tënd. Në çdo qelizë të trupit tënd. Lësho në të. Shkriu në të. Shijoje pulsime. Po jeton në falenderim. Çdo ditë ka mundësi të reja, çdo ditë ka surpriza, çdo ditë ka mrekulli. Ti po përjeton mrekulli, kodet e mrekullisë u aktivizuar në trupin tënd. Janë kodet e mrekullisë. Shijoj. Pulso në falenderim. Në jetën tënde të re. Ku zemra jote po këndon simfonin e jetës të re, zemra po këndon simfonin tënde unike. Ky është vibracioni jot unik. Ky është vibracioni jot unik. Dhe tani, me vëmendje në zemër, këtë vibracion unik, do i vibrojmë me tinguj. Ndjeje ti je në jetën tënde të re. Le ta vibrojmë në trupin tonë, nëpërmjet tingujve. Oja është në zemër, rreth e rrotull, pikës qendrore të zemrës, aja është rreth e rrotull kraharorit, dhe m-ja është në shtyllën kurrizore. Nisim. Vibro me falenderim. Edhe një herë,
ndjej po vibron në jetën e ëndrave. Edhe një herë. Shijoj këtë vibrim. Është vibrimi jot i veçantë në jetën e ëndrave. Shijoje jeti në madhështinë e shpirtit tënd. Ndjeje nga brenda teje ja dole, ndjej nga brenda teje një fuqi të madhe. Ndjeje madhështinë e shpirtit si zgjohet në falënderim, në gëzim. Ndjej një dritë nga brenda teje, si shpërthen një dritë të mbështjell komplet, trupi bëhet dritë. Dhe bëhu i madh, imagjinoje trupin tënd, imagjinoje trupin në dritë, imagjinoje trupin në dritë si pulson në falënderim. Trupi në dritë pulson në falënderim, ndjeje dhe ngriu lart. Na imagjinoj edhe ne të gjithë ne. Na imagjinoj edhe ne të gjithë së bashku, trupi jonë është dritë. Jemi gjigant, dhe ngrihemi lart në një energji të re, ngrihemi lart në një frekuencë të re. Ngrihu lart së bashku me ne. Na imagjinoj të gjithë së bashku, ngrihemi lart në fisnikëri, lart nga dashuria. Ndjeje, si do ishte, si ndihet fisnikëria, si ndihet guximi, si ndihet madhështia, ti je madhështor. Ndjeje fuqinë e shpirtit tënd, ndjeje madhështinë e zemrës tënd. Ne jemi të ngritur dhe të lartësuar, na shikoj edhe ne në falënderim. Ne jemi së bashku, po qëndrojmë në falënderim. Me duar në zemër, vendosi duart në zemrën tënde. Dhe ndjeje dashurinë pa kushte. Ndjeje dashurinë pa kushte. Dhe ndjeje dashurinë tonë. Ndjeje dashurinë e grupit. Ndjeje dashurinë e grupit. Dhe ndjej vlerësim për veten dhe për grupin. Ndjej vlerësim për veten dhe për grupin. Me duar në zemër, bekoje zemrën tënde. Bekoje zemrën me dashuri. Trupin në shëndet të plot, bekoje mendje në liri. Bekoje jetën në transformim. Dhe lëshoj një bekim për të gjithë grupin. Që zemra të hapen, trupa të shërohen, mendje të lirohen. Lëshoj një bekim për të gjithë grupin. Që jetë transformohen. Dhe me duar në zemër tani, ndjej bekimet tona. Ndjej bekimet tona, ndjej val si vinë të këti. Bekime për ty. Që zemra jote të hapet. Që të rikthesh të esenca jote. Të rikujtohesh për fuqin tënde. Të rikujtohesh se ka mundësi. Të mos heqësh kur dorë nga vetja.
që t'i japër zemrës çdo ditë dashuri, që të përjetosh mrekullit e kësaj jete, të përjetosh transformim, thjesht sepse transformove veten tënde, energjinë tënde, thjesht sepse hape zemrën tënde. Le të vi transformimi në jetën tënde nga kjo hapje zemrës, nga ky ndryshim i brendshëm. Le të vi një ndryshim i jashtëm. Le të shohësh mrekullim çdo ditë jetës tënde, sepse ti e përjetove mrekullim brenda zemrës tënde. Me duar në zemër, e meriton. Ndjeje se e meriton. E meriton. Ja dolë. Ja dolëm grup. Ja dolëm plotësisht. Ja dolëm plotësisht, tani nga dal. Kur ti jesh gati, mund të hapësh syt. Në një botë të re, si njeri krejt i ri, në zemër. Sa me ti mirë së kosh. Dhe nga zemra ime, ju dërgoj bekime po fund. Që të rikujtohesh gjithmonë, që ti të mos heqësh kur dorë nga vetja jote, mos hiq dorë nga vetja, mos hiq dorë nga dashuria, mos hiq dorë nga krijimi. Jemi këtu çfarë do bëjmë, do krijojmë. Jemi këtu çfarë do bëjmë. Normal që nuk do heqim dorë. Normal që do rikthehemi gjithmonë më shumë në zemrën tonë. Çfarë do bëjmë? Do rikthehemi te dashuria, do rikthehemi te zemra, do rikthehemi te shpirti. Shpirti jote të zgjuar të thërret. Zemra jote të thërret. Të thërret. Kudo që të shkosh, kudo që të udhëtosh, edhe sa do larg zemrës që ti të shkosh, edhe sa do larg, edhe nëse ti humb në zhurmën e qytetit apo nëse humb në heshtën e pyllit, zemra do të kujtojë gjithmonë dhe ti do rikthehesh. Do rikthehesh gjithmonë dhe gjithmonë. Ja dol. Shijoj në zemrën tënde. Kjo është jeta jote, kjo është krijimi jot. E jashtëzakonshme. Së bashku krijojmë një hapësirë dashurie, së bashku krijojmë një hapësirë ku ti mund të ndihesh i sigurt, i mbrojtur, ku ti më në fund sistemi jot nervor mund të aktivizohet për të shëruar. Dhe ato hapësira që ne krijojmë së bashku, edhe live, këto hapësira që ne krijojmë së bashku, edhe në retritin e meditimit, është një hapësirë komplet ku sistemi jot nervor ndihet i lirë të lirohet, ndihet i lirë të shërohet, trupi ndihet i lirë të krijojë, të manifestojë në të hapësirë plot dashuri. Është një dhuratë. Nuk ka se ajo hapësirë që krijojmë së bashku, ky komunitet, nuk ka si kjo hapësirë që krijon ky komunitet. Është një hapësirë plot dashuri, është një hapësirë pa gjykime, është një hapësirë ndryshe nga çdo lloj hapësire që mund të gjesh në përbot. Jemi të gjithë të bekuar me njëri tjetrin. Dhe do ta vlerësosh veten për punën që po bën me veten. Dhe gjithashtu do të godhe një vlerësim për të gjithë personat që meditojnë, që punojnë me veten. Sepse është kontribut. Puna me veten është kontribut për të gjithë. Dhe ju pres nesër live, do jemi me një seancë tjetër nesër në orën 21 me një tingull të ri në zemër, me një ligj të ri të krijimit, do jemi me disa ushtrime të reja, teknika të reja, një meditim të ri, përjetime të reja nesër, dhe
janë live. Live është energjia shumë e lartë. Live është energjia shumë e lartë. Sigurisht që mund ta bëni edhe më vonë meditimin, po live është energjia e gjithë grupit. Në momentin që ti vjen live, ti ndjen energjinë, jo vetëm energjinë tënde, po ndjen atë koherencën, atë dashurinë, atë fuqinë, atë energjinë e madhe të shërimit që krijohet nga ai vorteksti i gjithë grupit. Detyrat po. Atëre po ju jap edhe detyrat. Një moment. Atëre po ju jap edhe detyrat për nesër. Detyrat janë me ushtrimin e pasqyrës. Çfarë do bëni? Tek pasqyra, kësaj radhe do bëni një ushtrim ndryshe, do lirojmë besimet e vjetra dhe kur të shkoni tek pasqyra, do bëni këtë ushtrimin. Atëre e keni parasysh, tani nuk e di ka njeri më nga ato kasetofonat me kaseta ose me diske, nuk e di se çfarë moshe keni, po në qoftë se jeni mosha ime edhe më lart, atëre e dini me siguri se çfarë janë diskjet, çfarë janë kasetat, dhe ushtrimi është i tillë. Do imagjinoni se është një disk këtu brenda në kokën tonë që ka ato memoriet e vjetra, ka ato besimet e vjetra, dhe është një disk këtu brenda, dhe do të shtypni butonin, dhe do imagjinoni se dela i disku, edhe e merrni diskun edhe e hidhni tutje. Është ose disk ose si kaset, do imagjinoni se dela i disku, i së vjetrës, i kasetave, i besimeve të vjetra, i besimeve të kufizuara, i traumave nga kaluara, do imagjinoni që del e merr edhe e hedh tutje, e flak tutje. Edhe pastaj do thuash, do imagjinosh se merr një disk të ri, e vendos aty, edhe tak, e imagjinosh se e vendos diskun prap tek sistemi nervor. Dhe do thuash që jam i gat, i kam shënuar, po doja u shkruaj edhe nesër te grupi. Do thuash jam i gatshëm të lëshoj. Unë lëshoj, unë liroj. Dhe jam i gatshëm të pranoj me dashuri besimet e reja, mendimet e reja, emocionet e reja. Jam i gatshëm të pranoj me dashuri besimin, fuqinë, fisnikërinë, madhështinë, dhuratat për mua, dhe një mënyrë komplet të re të folurit me veten time. Është një formë sepse ai disku i vjetër që ti je duke hequr, ai disku i vjetër përmban edhe mënyra se si flasin vetes, përmban ato rrugët e vjetra, përmban paternat e vjetra, përmban mënyra se si ne reagojmë ndaj situatave. Pra do imagjinosh se e heq tutje, pra është si një ritual që ndihmon jashtëzakonisht subkonsciencën për të instaluar diçka të re. Dhe nesër do t'ja u shkruaj edhe fjalët që do thoni tek pasqyra. Atëre ju puth fort, ju përqafoj, do shihemi nesër, urime për sonte, ishte një meditim shumë i fuqishëm. Më shkruani, do ta postoj videon, dhe më shkruani te kjo video që do postoj, si e përjetuat meditimin, çfarë ndodhi me ju, dhe do flasim, do dëgjojmë nesër. Të gjithë ju që doni të vini te retriti meditimit, se kemi patur shumë pyetje, shumë kërkesa këto kohë, dhe nuk kam arritur ndoshta t'ju përgjigjem të gjithëve në mesazhin në Instagram, por kontaktoni me stafin, se dhe hoteli tani zien vendet nga turistët e huaj. Kontaktoni me stafin për retritin e meditimit dhe do ju dërgojnë të gjitha të dhëna, do ju shpjegojnë çdo gjë. Edhe po keni pyetje specifike, do ju thonë vajzat e stafit. Dhe do shihemi edhe fizikisht për 8 ditë së bashku. Ju puth fort dhe dëgjojmë nesër në orën 21. Natën e mirë.